Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Këshilla nuk nënkupton që të mësoj diçka që nuk e ke ditur. Ndonjëherë për shkak të përditshmërisë ose thënë më mirë për shkak të asaj dinamikës ngulfatëse të përditshmërisë i neglizhojmë dhe i shpërfillim disa gjëra, ndonse nuk e bëjmë me qëllim. Prandaj përkujtimi i kohë pas kohëshëm e ka rëndësinë e vet. Allahu te bareke ve teala në Kur'an famadh ka thënë: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujtoj besimtarët, sepse përkujtimi ju bën dobi atyre. Dietarët e me tekst të veçantë Abdulrahman bin Nasir as-Saadi ka thënë se përkujtimi është dy llojesh. I pari është kur njeriu mund di diçka në formë të përgjithshme, por jo edhe të detajuar, prandaj me përkujtim i mësohen këto detaje. Dhe i dyti është kur njeriu i di disa gjëra, mirë po për shkak të harresës, pakujdesisë, neglizhencës, ai i shpërfill ato. Prandaj me të përkujtuar ne kthehemi në gjendjen në të cilën duhet të jemi si besimtar. Nga se përkujtimi, siç ka përmendur Allahu te bareke ve teala në Kur'an famadh, ndikon tek besimtarët dhe janë pikërisht besimtarët që dallojnë prej tjerëve me këtë tipar. Allahu ka thënë: "Fadhakkir in nafa'ati dhikra, sayadhakkaru man yakhsha." Ti përkujto nëse këshilla do të jetë e dobishme, sepse ata që ja kanë frikën Allahut do t'ja vënë veshin. Pra, do t'a dëgjojnë, do t'a marrin dhe do të këshillohen me të. Të nderuar teleshikues, sot me lejen e Allahut te bareke ve teala ne do t'ju sjellim këshillat e një njeriu të ditur, e një sahabiu të çmuar, e një njeriu që është përshkruar si urtari i këtij ummeti. Është fjala për sahabiun e nderuar, për Ebu Dardan, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët. Ashtu siç shënon Ebu Davudi në librin e Zuhd, Ebu Darda ka thënë kësaj: "Adhuroje Allahun sikur e sheh. Llogarit e veten në mesin e të vdekurve, ke kujdes lutjen e të dëmtuarit, ajo që është e pakt dhe të mjafton është më e mirë se ajo që është e shumë dhe të mashtron, dhe dije se e mira nuk tretet dhe se e keqja nuk harrohet." Pra, janë këto 5 këshilla të këtij sahabiu të nderuar, të cilat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, për faktin se bashkojnë ndërmjet vlerave shpirtërore dhe vlerave morale. Dhe duke e përpunuar vetëm besimtari me këto këshilla, arrin që të bëhet një personalitet, të ketë një fetari të mirëfillt ashtu siç e kërkon feja. Para se ne të shpalosim kuptimet dhe domethënjet që fshihen në këtë këshill, ose në këto këshilla thënë më mirë, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër biografike të këtij sahabiu të nderuar, për të njohur me të dhe për ta kuptuar dijen ose pozitën që ai gëzonte në dije. Njihet me emrin Ebu Darda, ndryshe emrin e ka Uajmir ibn Amir, ose sipas disa transmetimeve tjera, Uajmir bin Zeid bin Kajs. Ka qenë Medinas, pra nga qyteti i Medines, ku ka migruar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Islamin e ka pranuar në kohën e betejës së Bedrit, dhe menjëherë pas kësaj është angazhuar dhe ka marrë pjesë në të gjitha betejat dhe ka përfituar dije të madhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka përfituar aq shumë dije saqë është llogaritur në mesin e dietarëve të sahabeve, dhe për ta dëshmuar këtë pozitë, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka angazhuar me shkrimin e vahjit. Pra ka qenë
prej sahabeve të dalluar. Ai ka qenë dalluar për kështu jo vetëm për dijen, por edhe për adhurimin e shumë. Agjeronte ditën, ndërsa natën e kalonte në namaz. Ai këtë element e ka rrëfyer në veten e parë. Ka thënë se në periudhën para Islamit ka qenë angazhuar me tregti, ndërsa kur e ka pranuar Islamin, ka vazhduar edhe me adhurim. Është përpjekur që ta bëjë një bashkim ndërmjet tregtisë dhe adhurimit, por thotë se nuk ja ka dalë. Prandaj ka vendosur që ta lë tregtinë dhe të merret me adhurimin. Siç kanë përmendur disa studiues, kjo është çësia e tij personale. Ndryshe ne kemi sahabin të shumë, të cilët kanë bashkuar ndërmjet adhurimit dhe tregtisë. E kemi për shembull Ebu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të. E kemi Uthmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe shumë sahabe të tjerë. E rëndësishme është se sahabiu ynë Ebu Darda dallohej për këtë adhurim të shumë që bënte. Aqsa, siç kemi përmendur edhe në takimet tona të kaluara, ai kishte marrë vërejtje nga vëllai i tij në fe, Selmani radiallahu anhu, i cili kishte kërkuar prej tij që ta ulte paksa këtë nivelin e adhurimit dhe të përkushtohej edhe për detyrime tjera që kishte veçmas kashi familjes tij. Në kohën e Omerit, në kohën e sundimit të Omerit radiallahu anhu, Ebu Darda ka shkuar në Sham. Ka shkuar në Sham ku ka vazhduar misionin prej një thirrësit të dalluar. Përmendet se është i pari në historinë islame që ka filluar me ato grupet e mëdha të studentëve që kanë mësuar Kur'anin prej tij. Disa dietarë kanë përmendur se shifra e tyre që mësonin prej Ebu Dardas arrinte deri në 1600 veta. Pra, me terminologjinë e sotme, me shprehjet e sotme, ai kishte 1600 studentë. Më pas është angazhuar në detyrën e gjykatësit dhe ka qenë gjykatësi i parë i Damaskut. Pra, për dijen që kishte, për vlerat që kishte, Omeri radiallahu anhu e kishte angazhuar në këto detyra që vërtet janë me përgjegjësi. Ebu Darda vlerësohej për dijen e madhe që kishte tek sahabët. Ebu Dharri, një shok i tij, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka thënë: "Nuk kam parë më ditur se sa ti." Aq shumë e ndiqnin dhe aq shumë kishin simpati për të, saqë fama e tij, populariteti i tij matej me famën që mund gëzonte ndonjë pushtetar i madh. Dhe njerëzit, siç rrëfen njëri prej të parëve, Abdullah bin Saidi, i shkonin pas, thot, e kam parë personalisht duke hyrë në xhamin e profetit Muhammed në Medinë, dhe njerëzit ishin tubuar rreth tij sikur të ishte ndonjë pushtetar. Ky ishte pushtetar që kishte fituar zemrat e njerëzve. Kishte dijen, kishte këtë mekanizëm me të cilin ai i bënte për vete njerëzit. Ai ishte, siç është përmendur, i përkushtuar edhe në kuptimin e dijes, por edhe në atë të veprës. Madje është përmendur se në mesin e sahabeve nuk ja gjeje të dytin që ishte i përkushtuar për dijen dhe adhurimin dhe veprat e mira në të njëjtën kohë, siç ishte Ebu Dardaja, Allahu qoftë i kënaqur me të. E shoqja e tij, Ummu Darda, rrëfen se në namazin që bënte, në namazin e shumë të vullnetar që bënte, ai kishte qindra shok. Përmenden madje me theks të veçantë 360 për tyre, për cilët ai lutej në sejdë. Pra, në gjatë natës, falte namaz vullnetar, e zgjaste namazin,
dhe nuk harronte që në sejdë, në momentin kur ishte më së afërmi me Zotin, ai të lutej për vëllezërit e tij me emra dhe mbiemra. Ebu Darda ka vdekur në vitin e 32 sipas Hijretit. Për të nuk ka dëshmi më të madhe se dëshmia profetike. Siç përmendet, ai një ditë kishte dëgjuar një hadith se do të ketë njerëz që pas besimit do të dezertojnë. Dhe siç duket, ishte mërzitur, ishte friksuar, prandaj kishte shkuar tek i dërguari i Allahut dhe i kishte thënë se e ka dëgjuar këtë hadith, e ka dëgjuar këtë fjalë. Muhamedi alayhis salatu wassalam i kishte thënë po, unë e kam thënë, mirë po ti Ebu Darda nuk je prej tyre. Pra, është një dëshmi nga pejgamberi jon Muhamedi alayhis salatu wassalam se Ebu Dardaja do të vdeste si musliman. Dhe sigurisht se krahas besimit, vlera tjera që i ka pasur shoqërimi Muhamedit alayhis salatu wassalam, dija e madhe, përhapja e kësaj dije, sigurisht se këto do të ndikojnë që tek Allahu te bareke ve teala ta ketë një pozitë. Çfarë Allahu ka përgatitur për shoqëruesit e profetit të tij Muhamedit alayhis salatu wassalam. Imam Dhahabiu e ka përshkruar në Siyar A'lamin Nubala, e ka përshkruar si imam, si shëmbëltyr dhe si hakimul umma, si urtari i ummetit. Ne me lejen e Zotit tani duke shpalosur këshillat e tij, do të arrijmë që ta vërtetojmë, ta konfirmojmë, ta pohojmë se i tillë ishte me të vërtet Ebu Darda, Allahu qoftë i kënaqur me të. Këshilla e parë e Ebu Dardas ka të bëjë me një segment të veçantë të fesë. Është fjala për ihsanin. Ebu Dardaja porositi që ne ta adhurojmë Allahun sikur e shohim atë, sepse nëse ne nuk e shohim, Allahu na sheh neve. Sigurisht se e keni dëgjuar shumë herë hadithin e Xhibrilit dhe kjo këshill është e shkputur pikërisht prej këtij hadithi, në të cilin ai ka ardhur dhe ka pyetur Muhamedit alayhis salatu wassalam për Islamin, për imanin dhe ihsanin. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka dhënë përgjigjet për Islamin, përgjigjet për imanin dhe kur është pyetur për ihsanin, ka thënë që ta adhurosh Allahun, en ta'budallaha ka'annaka tarah, ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, nga se nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Pra, kjo këshill është e shkputur prej këtij hadithi të pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ka rëndësinë e jashtëzakonshme për faktin se ajo jo vetëm që na nxit për të punuar, mirë po na nxit që atë të cilën ne e bëjmë, ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, nga se Allahu na sheh. Pra, kur ne e bëjmë një punë, nuk e bëjmë shkeleshkan, nuk e bëjmë sa për ta bërë, mirë po e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse Allahu i madhruar na sheh. Allahu ka thënë në Kur'an: "Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi s-sajidin." Allahu të sheh kur ti zgjohesh për të falur natën dhe e sheh përkuljen tënde në mesin e atyre që bëjnë sejdë. Pra, veprat të cilat ti i bën, adhurimit të cilin i kushton Allahu te bareke ve teala, është i atill që nuk kalon pa u parë nga Allahu te bareke ve teala. Ajo që ti e ke bërë, ti je i bindur se ajo shihet nga Allahu, se ajo regjistrohet nga Allahu te bareke ve teala, se ajo është diçka për cilën ti o do të shpërblehesh, o Allahu na ruaj, do të ndëshkohesh. Prandaj ky fakt se Allahu na sheh na bën që ne të bëjmë veprat në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, t'i bëjmë në mënyrë të përsosur, ashtu edhe siç e ka kuptimin ihsanin. Ihsanin nënkupton atë që
ne në gjuhën fetare quajmë muraqabe, ose të qenit në vëzhgimin e Allahut, që me fjalë të tjera është niveli më i lartë i fetarisë dhe ndërgjegjësimit shpirtëror. Pra, unë edhe atëherë kur nuk më shohin të tjerët, edhe atëherë kur mund të bëjnë ndonjë dredhit që t'i shpëtoj ligjit, unë nuk bëj veprat ndaluara, nuk bëj gabime për faktin se Allahu më sheh mua. Prandaj Ihsani e nënkupton këtë përgatitjen ose këtë vetdijen e lartë shpirtërore, e cila besimtarin e shtyn që t'jetë në nivelet më të larta të mundshme të edukatës dhe mirësjelljes. Në disa vende Allahu te bareke ve teala në Kur'an ne kujton këtë fakt se ai na vëzhgon, ai është në ndjeni për atë që bëjmë ne, se tek ai ne do t'japim llogari. Për shembull, ka thënë Allahu: "Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu alimun bi dhati s-sudur." Allahu e di atë që ata e fshehin në zemra dhe atë që e publikojnë. Allahu e di çfarë ju keni në zemrat tuaja. Po kështu ka thënë: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ne kemi krijuar njeriu dhe ne e dim se çfarë i përshpërit vetja e tij dhe ne jemi tek ai më afër se damari i qafës. Po kështu ka thënë: "Falanaqussanna alejhim bi'ilm wa ma kunna ghaibin." Ne do t'ju rrëfejmë atyre me dijet plot. Ajo çfarë ata kanë bërë është 100% e mbuluar nga ne. Ne dim çdo detaj dhe ne kur ata kanë vepruar nuk kemi qenë prezent, nuk na ka ikur asgjë, nuk kemi munguar. Pra, çdo gjë që e bëjnë njerëzit, Allahu te bareke ve teala e ka në dijen e tij. Këto ajete, njëri prej dietarëve musliman, Shenqiti, i ka marrë dhe i ka analizuar dhe ka nxjerrë disa konstatime të jashtëzakonshme. Ka thënë se nuk ka përmbajtje më të fuqishme për ta nxitur njeriu për të bërë mirë dhe për ta parandaluar nga e keqja se ajo që fshihet në këto ajete. Nga se Allahu po na tregon që çfarëdo që ju bëni, ajo është në dijenin e tij. Nëse ne bëjmë mirë, Allahu na shpërblen. Nëse ne bëjmë keq, duhet ta dimë se ajo vepër regjistrohet dhe se herët ose vonë ne do t'japim llogari për të. Më pas Hoxha Shenkiti citon disa dietarë që për këtë çështje kanë ofruar një shembull vetëm sa për t'i parafruar kuptimet. Kanë thënë kësaj: "Çfarë mendoni nëse jeni në prani të një mbreti të ashpër, i cili e ka suitën dhe familjen e tij përballë jush? A do të guxonte dikush prej jush që të merrte guximin dhe ta nëpërkëmbte nderin e ndonjë prej familjarëve të mbretit, ose të bënte ndonjë veprim i cili do ta provokonte zemrimin e mbretit? Natyrisht se jo." Dhe vazhdon Hoxha e thot: "Allahut i përket shembulli më i lartë." Pra, ne vetëm po sjellim një shembull sa për t'u parafruar gjërat, kuptimet. Ndryshe askush nuk krahasohet me Allahun. Dhe shembulli i Allahut është më i lartë. Mirë, po nëse një mbret, nëse një njeri që është i varur do të zemrohej nëse shkilen kufit e tij, ligjet e tij, urdhrat e tij, a mendoni se Allah nuk zemrohet? Allahu zemrohet kur njerëzit i shkelin ndalesat e tij. Pra, këto ajete kuranore që ne i lexuam e kanë këtë fuqi të atill që na nxisin për të bërë mirë dhe na largojnë nga e keqja. Siç është përmendur, një ditë dietari i madh Sufjan Thauriu ju kishte thënë shokëve të tij: "Çfarë mendoni nëse ne jemi këtu dhe dikush do të vinte e do ta dëgjonte bisedën tonë,
E pastaj atë fjalë për fjalë do t'ja përcillte pushtetarëve. Si do të ndiheshit? A nuk është se do të përmbashit nga të folurit, do t'i përzgjedhnit fjalët, do të kishit kujdes që të mos bëni shkarje ose rëshitje ose nga se ato fjalë do t'i përcilleshin mbrejtët dhe pastaj do t'a pësonit keq. Tham po. Tha, a nuk e dini se ne jemi nën vëzhgimin e të dërguarve të Allahut, nën vëzhgimin e engjëjve? Melaçet, engjëjt, ato shënojnë çdo vepër cilën ne e bëjmë, çdo fjalë cilën ne e themi, çdo lëvizje cilën e bëjmë, shënohet nga ana e engjëjve, e melaçeve. Prandaj, nëse ne do të kujdeseshemi në rastin kur fjalët tona mund t'i përcillen pushtetin, si të mos kujdesemi kur fjalët tona i përcillen Allahut, atij në dorën e cilit është çdo pushtet. Pra, si besimtar, e kemi për detyrë që ne t'i kushtojmë rëndësi teje të madhe këtij aspekti, në mënyrë që të edukojmë veten tonë që kjo bindje jona, se Allahu na shem të na bëjmë më të mirë. Hoxha i madh Muhammed bin Salih El Uthaymin ka thënë se muraqabe ose vëzhgimi manifestohet në 3 aspekte. Manifestohet në fjalë, atë që ne e themi, manifestohet në veprime, pra në gjërat që ne i bëjmë, dhe manifestohet në atë që ne kemi në zemrën tonë. Njerëzit nuk mund të shohin atë që ne e fshehim në zemra, por Allahut nuk i fshihet asgjë. Ne po bëjmë këto një pushim të shkurtër, të nderuar televizionistë, po të kthyer sërish me këshillat e sahabiut tonë të dashur Ebu Darda. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e sahabiut ton Ebu Dardas, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në pjesën e parë i përmendëm një këshill që ka të bëjë me aspektin shpirtëror, pra me kultivimin e asaj ndjenjes se duke qenë në vëzhgimin e Allahut, ne bëjmë vepra të mira dhe i përsosim ato. Tani do të vazhdojmë me këshillën e dytë, në cilën Ebu Darda na këshillon duke thënë llogariteni veten në mesin e të vdekurve. Pra, dëshiron që nëpërmjet përmendjes së vdekjes, nëpërmjet kujtimit të këtij fakti se ne do të vdesim, na edukoj në një formë të veçantë. Pyetja që parashtrohet: çfarë forme ose në çfarë mënyre ne mund të edukohemi duke e përmendur vdekjen? Përkujtimi i vdekjes ka efekt kthjellës. Ndonjëherë në turistninë e kësaj përditshmërisë, ne sikur dehemi shpirtërisht dhe pavarësisht faktit që e dim se vdekja është e vërtetë, e dim se një ditë do të ndahemi nga kjo botë, sikur ne bëjmë përjashtim nga ky rregull. Dhe kjo është gabim. Prandaj, përmendja e vdekjes, përkujtimi i vdekjes, na bën që ne t'i shpëtojmë kësaj dehje, kësaj gjendje shkujdesie dhe neglizhence. Siç e dini, vdekja ka disa detaje, disa dimensione, disa veçori që e bëjnë atë vërtet të jetë këshilluese. Për shembull, vdekja ndodh befas. Askush nuk e di se kur do të vdes. Askush nuk mund ta planifikoj vdekjen e tij, nga se është e shkruar nga Allahu te bareke o teala. Vdekja është caktim prej caktimeve të Allahut që nuk mund të ndryshon, që nuk kupton se kur vjen vdekja, nuk ka mundësi që ne ta shtyjmë atë. Themi se sezonin që vjen, ose stinën që vjen, ose vitin që vjen, ose kam këtë dhe atë punë e përfunduar, prandaj më afatizon derisa ti mbaroj, nuk ka mundësi. Allahu ka thënë kur vdekja ju vjen, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nuk ka mundësi që ta shtyjnë dhe as ta sjellin
më herët. Pra, është caktim i pandryshuar. Vdekja është kalimi prej kësaj në botën tjetër me pamundësi kthimi sërish në këtë botë. Pra, ajo që e ke bërë gabim, ajo që e ke bërë gabim qëllimshëm, më nuk ka mundësi që të përmirësohet. Me vdekje, humb mundësia e përmirësimit të veprave. Sa të jemi në këtë botë, e kemi mundësinë e veprave. Në momentin që vdesim, fillon çështja e dhënies përgjegjësi para Allahut te bareke ve teala. Prandaj vdekja me këto detaje konsiderohet një lloj i veçantë i edukimit. Shehni nderuar vëllezër dhe të respektuara motra. Në trajtesat profetike, në mësimet e Muhamedit alayhis salatu wassalam, ne këshillohemi për elementet cilat janë të rrezikshme për zemrën që t'i shmangim dhe për elementet që janë të dobishme për zemrën që t'i përvetësojmë. Element i rrezikshëm i cili rrezikon madje me jetë zemrën është qeshurit e tepërt. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë dhe mos e tepro me qeshur nga se të qeshurit e tepërt e vdes zemrën. Pra, nëse njeriu qesh shumë, nuk do të mund ta përkujtoj vdekjen. Dhe zemra e tij karshi këtyre të vërtetave do të bëhet e pandjeshme. Pra, do të ndodhin sikur sistemi nuk ka të bëj fare me të. Në fakt, ne gjithë do të vdesim. Prandaj, përballë këtij elementi që e rrezikon, e kërcënon me jetë zemrën, ne kemi vdekjen e cila premton se do të jep gjallëri jetës. E kemi vdekjen e cila e shtyn njeriu jo vetëm drejt veprave, por drejt perfeksionimit të veprave. Ka një hadith interesant në të cilin Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Idha qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in." Kur të çohesh për ta falë namazin, falu sikur nuk do të falesh më. Mund të jetë namazi i radhës, namazi yti fundit. Prandaj, si do ta bëje këtë namaz? Siç kanë thënë dietarët, këto namazi është përmendur vetëm si shembull ilustrues. Ndryshe, ky hadith na nxit që ne këtë ta përvetësojmë si rregull në jetën tonë. Pra, perfeksionimin e gjërave, bërjen e tyre në formë të përsosur, ta kemi si rregull dhe si parim, sepse nuk do të kemi mundësi që të kthehemi sërish dhe ne t'i përmirësojmë gjërat. Po kështu, përkujtimi i vdekjes na bën që punët e sotme të mos i lëmë për nesër. Pra, nëse nesërmja është e pasigurt, nëse nuk e dim se a do të na çelë sabah, si thot populli, atëherë punët që i kemi sot, duhet t'i kryejmë sot. Kështu kanë vepruar sahabët, shokët e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Abdullah ibn Omeri, Allah qoftë i kënaqur me të dy, ka thënë: "Nëse të zëm mbrëmja, mos e prit sabahën." Pra, ka ardhur akşami, ka ardhur mbrëmja, je gjallë, beso se ndoshta në sabat do t'jesh i vdekur. Prandaj, atë që mund ta kryesh gjatë natës, ibadetet, adhurimet, punët e mira, bëje sepse e nesërmja është e pasigurt për ty. Pra, përkujtimi i vdekjes e ka këtë efekt. Dhe ne për këtë efekt mësojmë edhe nga këshillat e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Ai për vdekjen ka thënë: "Përkujtojeni shkatërruesin e kënaqësive të kësaj bote." Pra, nëse të qeshurit, luksi, dëfrimi, zbavitja, argëtimi u arrezikojnë zemrën, atëherë ka një element që i azgjëson këto gjëra. Dhe ky element është pikërisht përmendja e vdekjes. Po kështu ka thënë, në dynja je sikur një kalimtar. Nuk është vend qëndrimi përhershëm. Nëse e krahason veten me një udhëtar ose me një gurbetçar, i cili punon në një vend, mirë po çdo herë mendjen e ka tek vendi i tij, atëherë
vepro kësaj edhe me dynjan dhe ahiretin. Konsidero se kjo botë nuk është e përhershme. Nuk ke ardhur për të jetuar përgjithmonë këto. Ke ardhur për të testuar, për të shkuar në ahiret, atje ku është vend qëndrimi i përhershëm. Një ditë Muhamedi alayhi salatu wasallam e ka parë një varr të hapur dhe ka thënë, për një ditë të këtillë dhe për një vend të këtillë përgatituni, nga se tek Allahu te bareke wa taala do të dilni pra duke mos pasur rrobat e dunjas me vete, duke mos pasur luksin e dunjas, duke mos marrë parat, arin, argjendin, veturat, shtëpit, thjesht me një copë bez dhe me të do të dilni para Allahut te bareke wa taala. Prandaj përkujtimi i vdekjes, përkujtimi i varrit të nderuar vëllezër, na bën që ne të këndellemi nga kjo dehje që mund të na shkaktojë dynjaja. Shpesh e përmendim dhe sigurisht se nuk ka gjë të keqe në këtë, që të këshillohemi me vdekje me të vdekurit. Mirë po, ka përtej kësaj, dhe këtë mund të gjejmë vetëm tek urtarët e mëdhenj, tek dietarët e mëdhenj, ka një detaj këshillues që vërtet na bën të kthjellemi dhe të shohim gjërat më qartë dhe më mirë. Një ditë, siç përmendet në praninë e një asketi, e një burri të mirë, dikush kishte thënë, vërtet në varrosjen e njerëzve ka mësim për ata që marrin. Sigurisht se kur ne e shohim dikë që vdes, kur ne e shohim varrezat, e dim që ka qenë dikush gjallë, ka vdekur, kjo mund na bëjë që ne të përkujtojmë. Por që përkujtimi të ketë efekt edhe më të fuqishëm, ajo që na duhet të marrim mësim është nga varret e hapura. Prandaj ky asket, ky burr i mirë, i është drejtuar këtij besimtar dhe i ka thënë përkundrazi, mësimi më shumë se nga varri që ti po e sheh se është vendosur dikush, merret nga varri i hapur. Nga se ai varri i hapur, ku ta di, mund të jetë për mua, mund të jetë për ty, mund të jetë për tjetrin. Pra, ne nuk e dim se ky varr i hapur për kë është hapur. Ndoshta Allahu mund ta caktojë vdekjen e çdo moment për ne, dhe ne mund të vdesim dhe mund të jemi pronar të atij varri. Prandaj të marrim mësim se sa herë hapet një varr, ne mund të jemi pronarët e atij varri. Mund t'i lëm planet në gjysmë, projektet në gjysmë, planet për vizita, për gjëra të ndryshme, të gjitha në mbesim pa u realizuar, nga se realizohet plani Allahu te bareke wa taala. Prandaj, nderuar vëllezër, vdekjen nuk duhet ta shohim si diçka e cila na trishton, na lemerit, na frikson, përkundërzi. Vdekjen, varrin, duhet ta shohim si një pasqyrë, e cila na mundson që ne ta rregullojmë brendësinë tonë shpirtërore, të rregullojmë veprat tona. Njëri prej dietarëve të mëdhenj, Ibn Xhauziu, ka thënë kësaj: nëse e sheh një varr, imagjinoje se ai është varri yt dhe pastaj tërë jetën do të jesh fitimtar. Pra, nëse je prej këtyre besimtarëve që e ke parë një varr dhe e imagjinon veten që je në të, pra që je prej atyre të sinqertëve, të cilët kanë frikë se do të dalin para Allahut te bareke ve teala me mëkate, prandaj nxitojnë që të pendohen, që të përmirësohen, atëherë ti me këtë fakt ke arritur që pjesën tjetër të jetës, pjesën e mbetur të jetës, ta bësh ashtu siç Allahu te bareke ve teala dëshiron. Vazhdojmë me këshillën e radhës të Ebu Dardas, i cili ka thënë kësaj: ajo që është e pakt dhe mjafton, është më e mirë se ajo që është e shumtë, por që mund ta lajthit njeriu nga rruga e drejtë. Këtë këshill Ebu Darda radiallahu anhu
e ka dëgjuar nga vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili siç është në Musnedin e Imam Ahmedit ka thënë innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Vërtet, ajo që është e pakt, por që mjafton, është më mirë se sa diçka tjetër që mund të jetë shumë, por që nuk që e shtur njeriu, që e çorienton njeriu, që e largon njeriu nga rruga e drejtë. Në këtë këshill Abu Darda, Allah qoftë i kënaqur me të, në nxit për një element të veçantë i cili është edhe fetar, por është edhe human. Na bën thirrje që ne të jemi të kënaqur me atë që e posedojmë. Edhe ata që nuk janë fare musliman kanë arritur që ta kuptojnë se sekreti i një lumturie fshihet pikërisht që ti jesh i kënaqur me atë që e disponon. E Muhamedi alayhi salatu wassalam, si mësuesi më i mirë që ka qenë, ka thënë warda bima qasama Allahu lak tekun aghna nas. Që ti jesh njeriu më i pasur, pajto me atë që Allahu të ka dhënë, qoftë edhe pak. Kjo është ajo që Allahu ka ndarë për ty. Allahu ka caktuar për ty. Prandaj, nëse dëshiron që ti jesh i lumtur, ti jesh i kënaqur, pajto me këtë që Allahu të ka dhënë ty. Pajto nga se, nderuar vëllezër, ndonjëherë ne mund të mashtrohemi me grumbullimin e madh të pasurisë dhe të harrojmë atë elementin e vdekjes, i cili në të vërtetë na bën që t'i vendosim gjërat në vendin e tyre. Si Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë kur zgjohet në mëngjes, ka përmendur 3 gjëra në mesin e tyre dhe e ka ushqimin ditor, është sikur ta ketë pasurinë e tërë botës. Pse? Nga se ajo ditë mund të jetë dita jote e fundit. Ajo ditë mund të jetë dita jote e fundit. Prandaj, nëse dëshiron që të jesh i lumtur dhe të bësh jetë sikur posedon të mirat e dunjas, atëherë falendro Allahun për atë që të ka dhënë dhe je i kënaqur sepse në kënaqësinë me atë që e ke fshihet edhe sekreti i lumturisë. Ndryshe, dhënia pas grumbullimit të pasurisë mund ta dehë njeriu, mund ta bëjë të çorientuar. Grumbullimi i tepërt i pasurisë mund ta bëjë njeriu që ai të harrojë se do të vdes, ai të harrojë se ka detyrime, ai të bëhet në vend të një bujari, të bëhet kopratës. Allahu ka thënë elhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Juve ju ka mashtruar dynjaja, grumbullimi i pasurisë, dhe nuk do të kthjellni përveç se ditën që do të vdesni. Pra, ata që janë të dehur nga dynjaja, le ta dinë se nëse nuk janë kthjellë në këtë botë, ajo që do t'i kthjell dhe do t'i bëj pizhman, do t'i bëj që ndjen keqardhje, është pikërisht vdekja. Nga se vdekja i zbulon të vërtetat. Po kështu Allahu te bareke ve teala na ka folur se si grumbullimi i pasurisë ndikon në arrogancën e njeriu, në rritjen e nivelit të arrogancës. Ka thënë Allah, kella innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kur njeriu të vrej se i ka bërë punët e dynjas mirë, ka bërë pasuri, ka grumbulluar pasuri, ka bërë mall të shumë, atëherë ai do të fillojë që të shfaqet paksa arrogant. Pra të shfaqet sikur nuk ka nevojë, madje Allahu na fal, jo rrallë shfaqen edhe këtë panevojshmërinë e tyre edhe ndaj Allahut te bareke ve teala, dhe këtu qëndron pikërisht ai shkaku pse kanë përfundim të gabuar. Nga se, si besimtar, pasuria do duhet që të na bënte më falendërues dhe rrjedhimisht ta ndajmë me të tjerët, e jo të bëhemi arrogant. Prandaj në këtë këshill të këtij sahabiu të nderuar, ne mësojmë për
këtë detaj të rëndësishëm të pasurisë që ndonjëherë mund ta largojë njeriu nga rruga e drejtë. Kjo këshill e sahabijut të nderuar Abu Dardas duhet të shihet vetëm në këtë kontekst dhe jo të nxjerrëm përfundime ose gjykime të gabuara kinse Islami e mohon pasurinë. Jo, një pasuri e cila e shtyn njeriu që të jetë i dobishëm, që të jetë i mirë, që të jap zakatin, që të jap lëmoshëm, që ta ndajë me të tjerët, ajo është e mirë dhe është e lëvduar. Këshilla e fundit të cilën Abu Darda, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka dhënë, ka të bëjë me diçka që neve na nxit për të bërë mirë dhe na largon nga e keqja. Ka thënë, përkujto se e mira nuk tretet dhe se mëkati i bër nuk harrohet. Pra, ajo të cilën e ke bërë, qoftë e mirë, qoftë e keqe, dije se është e regjistruar tek Allahu te bareke ve teala. Dhe edhe nëse njerëzit për shembull nuk të falenderojnë për të mirën, nuk të shprehin mirënjohje, nuk të ndajnë dekorat, mos u zgënje, nga se mjafton që Allahu te bareke ve teala e di, siç ka thënë, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Atë mirë që ju e bëni, Allahu e di. Pra, mos u zgënjeni. Mirë po edhe mos u ndjeni të sigurt nëse për të këqijat që i keni bërë nuk kanë marrë vesh të tjerët, nga se Allahu te bareke ve teala e di, dhe siç ka thënë Kur'an, Allahu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ditën kur të padrejtëve, zullumçarëve, do t'ju prezantohet libri i veprave të tyre. Ata do ta shfaqin atë dëshpërimin e madh dhe do thonë mirë për ne, çfarë është puna e këtij libri që nuk pas ka lënë asgjë pa shkruar, as të madhe dhe as të vogël. Pra çdo vepër që ka bërë njeriu, qoftë e madhe, qoftë e vogël, dhe kjo jo vetëm për të këqijat, por edhe për të mirat, është regjistruar tek Allahu te bareke ve teala. Dhe njeriu do të shpërblet për të mirën dhe mund të ndëshkohet për të keqen të cilën e ka bërë. Prandaj efekti i kësaj këshille nderuar vëllezër ka të bëjë me nxitjen tonë për të vazhduar me bërjen e veprave të mira, edhe atëherë kur të tjerët nuk na japin mirënjohje, dhe për të friksuar për mëkatet, edhe atëherë kur të tjerët nuk marrin vesh për to, ose thënë më mirë, për të penduar, sepse nëse njerëzit nuk e dinë, Allahu e di, dhe është Allahu ai që do të na merr neve në gjykim. Prandaj kjo na nxit që ne të pendohemi. Për fund, të nderuar teleshikues, nga ky prezantim i shkurtër që i bëm këshillave të Abu Dardas, ne bindemi se ai vërtet ka qenë një udhëtar i madh dhe se nuk ka ndonjë egzagerim kur atij i është dhënë titulli si urtari i këtij ummeti. Ne pam se si këto këshilla janë përpunimi asaj që Abu Dardaja ka mësuar nga Kur'ani dhe Sunneti. Pra, se si sahabet kanë qenë të edukuar, kanë qenë të mishëruar me Kur'anin dhe Sunnetin, dhe se si ata e prezantojnë më së miri dhe në mënyrën më të fuqishme të mundshme mesazhin islam. Ne mësuam se këto këshilla na nxisin që t'i japim përparësi ahiretit për shkak të përhershmërisë së tij dhe të mos mashtrohemi me dynjan për shkak të përkohshmërisë së saj. Pra, ai që e di se ahireti është i përhershëm, ai do ta kanalizoj mundin e tij, angazhimin e tij që ta fitojë kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala në botën tjetër. Abu Darda na nxit që ne të edukohemi me këto bindjet fetare se jemi në vëzhgimin e Allahut xhallahu ala, andaj të bëjmë mirë edhe atëherë kur nuk na shohin të tjerët dhe të ikim nga të këqijat, nga mëkatet, edhe atëherë kur nuk na shohin të tjerët, sepse na sheh Allahu. E Allahun e lutim që na udhëzojë në rrugën e drejtë,
na bëj prej besimtarëve të devotshëm dhe të na ketë në mbikëqyrjen dhe kujdesin e tij deri në takimin tonë të radhës dhe deri atëherë ju përshëndes me selam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.